Rufeja godet tubimin e Bolsonaros, të paktën 30 të plagosur. Të paktën 30 persona u plagosën ku Rufeja goditi një tubim mbështetësisht të ish presidentit të ekstremit të djathtë Jair Bolsonaro në Brazilia, njoftoi departamenti i zjarfikësve. Mira protestues u mblodhën një shesh në kryeqytet në shiun e rrëmbyeshëm për të shprehur mbështetjen e tyre për Bolsonaron, i cili u dënua me 27 vite burg për një tentativë grushti shteti dhe pëmbahet në një burg në periferi të qytetit. 8 të plagosur rënd. Rufeja goditi pak para orës 13 dhe autoritetet ngritën menjëherë një tendë emergjence për të ofruar ndihmën e parë. Gjithsej, 72 persona morën kujdes mjekësor, ndërsa 30 u transferuan në spitalet e qytetit, të paktën 8 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Demonstrata u mbajt në mbështetje të Jair Bolsonaros, i cili u dënua me 27 vite burg për një tentativë grushti shteti dhe po mbahet në burg në zonën metropolitane të Brazilias.